Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bart Spahia, i shoqëruar nga drejtuesi politik Luciano Boçi dhe ekipi Aleancës për Shqipërinë Madhështore, zhvilluan një takim me biznesmen dhe sipërmarrës të Shkodrës, ku prezantuan programin ekonomik të Partisë Demokratike. Kandidati Spahia ndau vizionin e Partisë Demokratike për një qeverisje që vendos në qendër zhvillimin e prodhimit vendas dhe nxitjen e eksporteve, duke trajtuar sektorin privat si një partner strategjik dhe jo si armik. Ka tashmë 12 vite që në vend që të konsiderohet partner, biznesi konsiderohet armik, konsiderohet një lopë për të mjel. Dhe nuk është normale. Ne jemi sot tu për t'ju garantuar se si përfaqësues nesër në parlament do t'jemi në mbrojtje të interesit tuaj, sepse duke mbrojtur interesin tuaj, mbrojmë interesin e çdo qytetari shqiptar. Stimulojmë ekonominë, garantojmë prosperitetin e qytetit ton dhe të vendit ton. Do të garantojmë luftë kundër monopoleve. Do të garantojmë lirim të barrës fiskale. Lirim dhe stabilitet të barrës fiskale. Sepse dim shumë mirë impaktin e jashtëzakonshëm negativ që ka ato luhatjet. Jo vetëm përqindjet e larta të barrës fiskale tek bizneset tuaja. Dhe këtë do ta bëjmë me nëshmëri dhe përkushtim. Ju bëj thirrje që me 11 maj na bashkoheni në rrugtimin ton fitores, do t'jetë rrugtimi i cili do të çlirojë biznesin, sipërmarrjen dhe çdo qytetar të lirë të vendi. Programi i Partisë Demokratike përfshin një sër masash konkrete për lehtësimin e barrës fiskale dhe nxitjen e investimeve. Shkodra, si një qendër e rëndësishme ekonomike dhe kulturore, ka potencial të madh për të bërë një shembull i suksesit të modelit Made in Albania, theksoi në mbyllje kandidati Bart Spahia.